Si kemi procesin? Procesi qumshi kalon me pompë dhe vjen këtu në një parafiltrim. Është e rëndësishme të themi që siguria ushqimore është e para momentin që ne marrim produktin e qumshtit, që vjen nga jashtë, fermieri nuk ka kontakt me ambientin e brendshëm sepse mund të krijojë mikroba apo problematika të qumshtit. Kjo është procesi i fundit për sallën e pasterizimit. Është sistem çip larje, lan të gjitha pajisjet e procesit të pasterizimit. Për këtë investim të madh, do duhet që shikoni çfarë impianti duhet keni për trajtimin që mos vendosi një visim pa parë. Të më thuaj pak mënyrën e financimit. Mënyra e financimit është një pjesë në garancia sovrane. Garancia sovrane me 2%. Po. Sepse ne kemi bashkë me kryeministin para pak ditësh bëm marrëveshje me Bankën e Shqipërisë, por edhe me Bankën niveli 2 për të ndihmuar jo vetëm pjesën e bujqësisë, sepse bizneset në bujqësi janë rritje dhe ne kishim të kategorizuar pjesën me mbështetjes në garanci sovrane. Tani e kemi bërë për gjitha bizneset që ka nevojë të rriten apo siç ne kemi quajtur dy vishon dhe marrën tënde. Pra, nga 250.000 euro që kishim si mbështetje me 2%, domethënë, tani kanë kaluar deri në 2 milionë euro. Pra, është një mundësi shumë e mirë jo vetëm për ju, por edhe për gjithë bizneset e tjera që duan të përdorin garancinë sovrane dhe është me 70% të kolateralit që mbulon qeveria shqiptare. Këto janë bankot që punojnë djathi në formate të caktuara. Këtu jemi kullimi i lirës pas shkarkohet. Këtu Kjo po ishte çfarë shërben? ajo është lavastovilje, shërben në fund të ditës që lanë formatet e djathit. Ky është djathi i ditës së sotme. Havemi? Patjetër. Ky është bërë sot. Është bërë sot, është shkripur para rreth 1 orë e gjysmë. Ne jemi për të promovuar modele shumë të mira si ju edhe çdo vend tjetër që ne shkojmë. Na unë po bëjmë një punë shumë të mirë me kategorizimin e biznesit, se duke qenë se jemi drejt Bashkimit Evropian. Së bashku me ata, grupi i punës është në terren çdo ditë për 900 subjekte të para. Besoj që edhe ju jeni në fazën e kategorizimit dhe vjen mirë që keni bërë një investim me standarde të Bashkimit Evropian dhe ekipi do të vitë bëjë vlerësimin dhe nëse duhet diçka që nuk është përmbushur apo ka një proces më të detajuar ku ne duhet shkojmë, lejmë detyra 3 muaj, 6 muaj dhe 9 muaj për të plotësuar edhe standardet e Bashkimit Evropian. Diçka e veçantë që ne të arrim të prodhojmë cilësinë e një produkti që ka hyrë gjatë në Bashkimin Evropian, edhe prodhojmë tani në kot këtu me firmën Gumenica. Ne duhet jemi gati që sa po të bie çanga e të mbyllurit kapitullit 12-13 apo të plotësimit kushteve të Shqipërisë për të antarësuar, bizneset jetë gati. Ky është kaçkavall dele. Po, është përgjithsisht ne kaçkavallin e delës e prodhojmë në sezonin e fillim pranverës, është më i përshtatshëm për. Sa kilogram është kjo? Rreth 8 kg. 90-95% punojnë me qumshin e atë. Pra nuk keni. Zona jonë është Nuk keni përgjithën në blegtoria. Veç krypës tjetër. Veç krypës është kultura që i dhe në Patjetër. Kultura tjetër? Azjo. Kloru kalciumi dhe ilaç. Azjo. Asgjë tjetër. Soj. Zero. Nuk e njoh unë atë. Kjo ka rëndësi. Shumë mirë. Ande në Albania duhet të jetë tavolinat, restorantet, agriturizmat, bizneset, në markete, supermarkete dhe kudo. Që produktet tona shkojnë në eksport dhe janë me një cilësi shumë të mirë.